Normal timoni është me pedal shifter mbrapa alumini për të ngretë për tul marshet. Kjo është me kamion 7 Gtronic, nuk është me 5G e 55-s. Kjo s'ka shumë kilometra, 158.000. Normal të është për të kontrollu klimën e kompjuteri bordit se standard. Të shumë e bukur është. Mrena lartë është Alcantara, sipër, perde manuale mrapa. Build quality është shumë i lartë. Versione nafte me 1 milion kilometra dhe prap nuk janë prish gjonat. Okej, kjo është Amerikania, ka këte këtu që rëshet. Ato tjera që janë me ato butonat, nuk kom pa hala një të sakë që i punin të dyja, ato si që i ka të dyja. Kurse kjo është pak më e lehtë për të mirë mbajt, kjo s'prishet. Këtu janë amortizatorët, këtu edhe ngrej makinën dhe sensor të parkimit. Normal, manual Comfort Sport, të manuali i ndro vetë, ta shohim edhe mrapa. Tash hapësirë të komët ka. I saj është kjo si W211 standard, edhe të koka ka vend sa të dush, nuk është keq. Cup holders. Kjo është me klim individuale mrapa, më thonë është me 3 zona. Jo të gjitha janë kështu, normal panoramike. Super kabinë është, me thonë drejtën. I ka rezistu kohës, kjo është design 20 plus vjeçar tash, se që në 2002-shin, kur ka debutu 211-shi, paka shumë i soj ka qenë, po kualiteti është i mirë. Përmirësim nga 210-shi. Tash i demorim edhe i gjiro.